Pamje të tilla urojmë që mos na shohin kur syt dhe tragjedi të tilla urojmë që kur mos na përsëriten më. Le të jetë kjo e fundit. Sigurisht do flasim ne për këtë gjë në ftesë në studio sot. Do kthehemi te momenti kur një mjek ndrimi mori telefonatën e parë në të cilën kishte një alarm për një tragjedi të madhe që ndodhi në Koçan. Pas asaj telefonate të ndihmës së shpejt, ishte doktori të cilin e kam sot në studio dhe me cilin do flasim se si ndodhi e gjitha, si mori telefonatën dhe si ka reaguar ndihma e shpejt në këtë rast. Sejfullah Ademi është me mua në studio, mirë se erdhët, doktor. Mirë se vjetëm, është kënaqësia jon, faleminderit për ftesën. Në këto momente të vështira për të gjithë shtetin, do të thotë shfrytëzoj rastin të shpreh ngushëllime më të sinqerta, më të përthella, do të thotë ndaj gjithë atyre familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Është një tragjedi e madhe për shtetin ton dhe do të thotë shpreh gatishmërinë që çdo herë jemi në koordinim dhe të kalojmë këto momente së bashku, të koordinuar, do të thotë dhe të bashkuar, do të thotë që të mos na përsërisin raste të këtilla më. Sigurisht roli i ndihmës së shpejt ka qenë i pari që ka ardhur në shprehje pas asaj të okularëve, njerëzve që kanë parë, që kanë qenë në vend ngjarje dhe që kanë parë tragjedinë, që kanë provuar që të ndihmojnë me aq sa dinë dhe me aq sa munden, por do ndalemi te ajo pjesa që ju morët në diku nga mëngjesi pas orës 3:30, keni marrë një telefonat. Nga kush dhe çfarë ju tha? Në natën, do të thotë që mund ta quajmë natën më të zezë për momentin, në orën 3:50 minuta, do të thotë erdhi një thirrje e cila nga qendra për menaxhimin me kriza ku u njoftuam për një rast të tillë që ka ndodhur në Koçani, ku kemi shumë të lënduar, shumë viktima dhe sa është e nevojshme të bëhet një koordinim i shpejtë ku të delet në ndihmë, domethënë ekipeve mjekësore të atjeshme, të cilët vetëm se ishin organizuar, por që në mënyrë domethënë efektive nuk mund ta kryejnë detyrën pasi mungesa e personelit e ka bërë të veten. Ishte mjek personi që ju mori apo? Jo, qendra për menaxhimin me kriza, do të thotë ishim të njoftuar për rastin dhe neve pasi që e morëm thirrjen, në raste të tilla menjëherë u alarmua domethënë situata dhe ngritëm në nivel pak më të lartë ku njoftua udhëheqësia e ndihmës së shpejtë për rastin që e falenderoj publikisht, menjëherë doli dhe ajo në ndihmë në terren dhe së bashku bëm koordinimin, do të thotë për mënyrën se si duhet të veprojmë andej, ne si ndihmë e shpejtë e shkupit, ju ofrojmë ndihmë kolegëve tanë të cilët ishin në momentet më të vështira atje. Do të thonë në mënyrë eksprese, do të thotë bëm koordinim thirrje prej në shtëpi për 4 ekipa i kompletuam në mënyrë, do të thonë rekord kohor, si dhe një ashtu 3 ekipet, të cilat do të thotë vetëm se ishin në ndrim, gjithsej me 7 ekipe bashkërisht të kompletuara, do të thotë me mjek, shofer dhe motorë medicinale, pajiset gjithë në rregull, ju dolën në ndihmë, do të thotë kolegëve tanë andej. Një ashtu bëm koordinim mes spitalit shtetëror, emergjencës, spitali do të thotë 8 shtatori, si dhe do të thotë spitali Shën Naumi Ohrit, ku do të thotë së bashku i koordinuam dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme me gjithësisht me policinë, bëm një koordinim të mirëfillt se si do bëhet mbarvajtja e procesit të mëtuqeshëm për sjelljen e pacientëve që ishin të lënduar dhe kërkonin ndihmë andej. Koordinimi fillestar mund të them se ishte i mirë, ishte efektiv, por situata në terren ishte alarmante dhe mjekët cilët vetëm se ishin në vendngjarje nga ana e cilët shkuan andej na tregonin në mënyrë direkte, ishim në kontakt vazhdueshëm për të merrin që po përjetohej andej. Shumë viktima, shumë lot, do të thotë njerëz të plagosur, do të thotë njerëz të lënduar, njerëz të djegurit andej, që ishte një tmerr i vërtetë. Por kjo vetëm se neve do të thotë na nxjisi që edhe më tej të vazhdojmë të koordinohemi dhe pjesën fillestare do të thotë përgjigjes ta kemi sa më efektive, të jemi në koordinim do të thotë më të qeshëm edhe me policinë dhe arritëm që pak ta zbusim situatën dhe që dalim në ndihmë do të thotë kolegëve tanë andej. Ishit mjaftueshëm si staf, apo arritët ta përballoni si duhet këtë situatë, ta menaxhoni si duhet, fillimisht domethënë. Fillimisht vlen të theksohet se ne me 7 ekipe të cilat do të thotë i organizuam dhe dolën në terren t'u ndihmojnë, ndoshta për fillim ishte, por më andej vetëm se numri i pacientëve do të thotë ishte shumë i madh dhe normal kërkoheshte ndihma shtesë edhe për vendeve të tjera, edhe për qyteteve të tjera, do të thotë cilat realisht nuk mund të menjëherë të dalim në ndihmë për të gjithë. Por kjo një ashtu shfrytëzoj rastin, do të thotë të potencoj edhe atë se ndihma e shpejtë momentalisht punon me kapacitet të përkufizuar të ekipeve mjekësore, ku në
në ndrim do të thotë në bazë të rregulloreve europiane janë të nevojshme 24 ekipe gjatë 25 ekipe, ndërsa ne funksionojmë me 5 ekipe në terren, që është mjaft e vështirë. Personeli është më së ngarkuar, do të thotë, edhe nuk mund në mënyrë efektive të përgjigjë me të gjitha thirrjeve të cilat i kanë popullata në vend. Në veçanti duhet të ketë parasysh, do të thotë që ja kemi edhe raste të këtilla ku është tragjedi ndodhin, edhe neve duhet në mënyrë eksprese të organizohemi, të sillim personel prej shtëpisë dhe të bëjmë, do të thotë, ekipe që do jenë të gatshme të ju ofrojnë ndihmën e parë. Ju sigurisht jeni të trajnuar për të dhënë këtë lloj ndihme, edhe kur bëhet fjalë për djegjet apo jo? Po, padyshim, do të thotë në vetë trajnimet që i kemi bërë, do të thotë janë të nevojshme, por përsëri do të potencoj personeli jonë është mjaft human, i gatshëm, profesional, që del në ndihmë qytetarëve për mungesa e personelit, do të thotë e bën atë pengesën kryesore në këtë rast. Dhe kur flasim për ndihmën e parë në këto raste, domethënë kur kemi një lokal dhe njerëz që janë djegur brenda, si jepet ndihma e parë për ata që kanë mbijetuar? Fillimisht do të thotë mjeku i cili ekipa e parë që shkon në vend ngjarje pas pranimit të thirrjes, ajo quhet ekipa triazher. Do të thotë bën triazhin e vet pacientëve se cilët do të thotë kanë nevojë në mënyrë emergjente të ofrohet ndihma e parë, edhe pastaj vijnë pacientët cilët janë mesatarisht të lënduar, si dhe pacientët e tretë cilët janë të lënduar, por që mund të presin një periudhë të caktuar kohore të ofrohet ndihma e parë. Andaj, ekipa e parë që shkon është mjaft e rëndësishme të bëjë triazhin e duhur. Ekipa e parë sigurisht ka shkuar nga Koçani, apo jo, në këtë rast? Po, gjithsesi, ne do ju keni mbritur. Ne ishim, do të thotë, ekipat e dyta e treta, cilët vetëm se ishte bërë selektimi i pacientëve, andaj ne në koordinim me drejtorin e Spitalit të Shtipit, pra pasi që shumica e pacientëve prej Koçanit ishin sjellë deri në Shtip për trajtim të mëtuqeshëm, në koordinim me drejtorin e Spitalit të Shtipit, do të thotë e pam se cilët pacient kanë nevojë më së shumti dhe sa ekipe momentalisht ne mund t'i ofrojmë dhe ata, do të thotë, t'i marrin pacientët cilët janë në gjendje më kritike. Përgjigja fillestare, do të thotë, edhe pacientët cilët u morën ishin 10 në numër, për 7 ekipeve ishin në gjendje më të rënd kritike dhe në koordinim, do të thotë, me Spitalin e Shkupit, qendrat emergjente, se cilat do të thotë do pranoj së paciente dhe në çfarë gjendje do pranoj. Vlen të theksohet se Spitali, do të thotë, teq shtatori në atë rast na njoftoi se në mungesë të personelit, do të thotë, në mungesë të kirurgëve plastik, në njoftoj që rastet më të lehta të jenë tek ne, ndërsa rastet më të rënda të dërgohen në klinikë, si dhe në Spitalin e qytetit Shën Naumi Ohrit. Besoj që i ke parë ato, si më thënë, pacientët e parë që kanë arritur, i keni parë? Fillimisht, pasi që ne jemi në koordinator, do të thotë, ishim të ato të thirrjet, pranimi i thirrjeve, ekipet cilët ishin në terren dhe cilët i morën pacientët e tillë, do të thotë na njoftonin për gjendjen shëndetësore të tyre, që realisht mund të them se ishin në gjendje të rëndë, do të thotë një gjendje kritike, të djegur apo jo? Po, të djegur. Dhe do të thotë ato nga terreni na njoftonin, do të thotë se gjendja është alarmante dhe janë në gjendje të rëndë, cilat mos duhet të bëhet, do të thotë, trajtimi më të qeshëm në qendrat intenzive në Shkup ose gjetjo, do të thotë, në për shtetet e tjera. Një është shpreh falënderim, do të thotë, që edhe shtetet e tjera kanë. Po, me sa i di tani në Koçani shumë pak trajtohen, shumica janë bartur në Shkup në spitalet tona më të rëndësishme ku. Po, në spitalin, do të thotë, Koçanit, rastet më të lehta si dhe në atë Shtipit njashtu, ndërsa rastet më të rënda padyshim në Shkup, si dhe për shkak mirë po duhet potencohet se edhe Shkupi ka kapacitet të kufizuar për trajtimin e këtyre rasteve, si dhe ashtu në mungesë të një qendre për trajtimin e djegjeve, në katastrofa masive si që ishte kjo, e pamundson ose e vështërson, do të thotë, mjaft trajtimin e këtyre pacientëve. Andaj, shpreh falënderim, do të thotë, që shtetet e tjera kanë ofruar ndihmë në këto raste kritike, do të thotë, duke ofruar saqe edhe helikopter, do të thotë, ambulancat e tyre kanë qenë në terren për të na ndihmuar dhe për të bërë transportin e pacientëve, do të thotë, drejt qendrave të tyre, ku padyshim që do të thotë kanë ofruar shërbime shëndetësore të mirëfillta. Në momentin që mbrin ndihma e shpejtë, cila është ndihma që mund t'i ofrohet një pacientit që ka nevojë për ndihmë? Fillimisht, pasi që është bërë triazhimi vetë të pacientëve se cili ka nevojë më së tepërti, andaj ekipa e dytë që del në terren, do të thotë, e merr rastin më të rëndë dhe do të thotë fillimisht shifet gjendja e vetdijes,
do të thotë frymar rrugët e frymarrës të jenë të liruara që të mund pacienti të merr frymë, dhe njashtu bëhet imobilizimi i pacientit, plagët duhet trajtohen. Njashtu do të thotë oksigjeni luan rol do të thonë në kyç në këto raste ku menjëherë do të thotë kyçen në oksigjen, si dhe do të thotë jepet aplikohet terapia përkatëse do të thotë varësisht prej gjendjes së vet pacientit. Nëse eventualisht është e nevojshme të bëhet edhe intubimi, do të thotë pacientët që janë në gjendje të pavëdijshme, në mënyrë do të thotë eksprese bëhet edhe intubimi i pacientëve të tillë dhe dërgohet në qendrat emergjente ku do të thotë shërbimi do të thotë intensiv i merr përsipër ato raste. Në rastet të tilla edhe ato që janë të pranishëm, prindërit që shohin që fëmija e tyre mund të ketë nevojë për ndihmë, provojnë që t'u ndihmojnë, ndoshta edhe njerëzit që janë përreth thjesht nga që duan të bëjnë mirë, por shpesh mund të bëjnë edhe dëm, mund të bëjnë edhe keq, nga që nuk dinë që ta ofrojnë këtë lloj ndihme. Çfarë duhet të bëjnë njerëzit që janë përreth në këtë rast? Po, saktë. Do të thotë në raste të tilla, pas njoftimit të ndihmës së shpejtë, ose edhe në bazë të nevojës së zjarrfiksëve në këtë rast, do të thotë është e nevojshme që të mbahet qetësia, do të thotë të ditë ta menaxhojë situatën dhe mos krijohet një panik e cila do të thotë do vështirëson pastaj trajtimin e tyre. Ajo që mund të bëhet në këtë rast do të thotë nëse janë të pavetëdijshëm të kthehen anash, pacientët që rrugët e frymarrjes të lirohen dhe të marrin frymë lirshëm. Nëse po të ishin djegje të lehta do themi ose në raste ku kemi një ose dy të lënduar, atëherë është më lehtë, do të thotë duhet të bëhet larja me ujë të ftohtë rreth 20 minuta, por në raste të këtilla, do të thotë masive, padyshim që është e rëndë të bëhet një gjë e tillë dhe duhet në mënyrë eksprese, do të thotë ekipet të bëjnë domethënë ndihmë e shpejtë, që jetë në vendngjarje dhe si e tillë, do të thotë kanë koordinim me ndihmën e shpejtë dhe që ndihmojnë atyre për instruksionet që do japin ndihmë e shpejtë. Ndërsa kur flasim për dëme, për çfarë lloji ndërhyrjesh do kenë nevojë këta pacientë që janë të mbijetuar? Po flasim për më të lehta, domethënë që do kenë nevojë. Po, padyshim të thotë trajtimi i plagëve është më së i nevojshëm, do të thotë në vend ngjarje dhe pastaj nëse çon në emergjencë, atëherë do të thotë duhet të ndjeket gjendja e tyre shëndetësore, të aplikohet terapia në mënyrë të menjëhershme dhe do të thotë të ndjeket situata në vazhdimsi. Se nëse nuk intervenohet në kohë, do të thotë çdo orë është e nevojshme, do të thotë është kruciale, do të thotë që të trajtojnë pacientët e tillë. Sot mësuam fatkeqësisht që një shofer i autoambulancës nga Koçani ka ndruar jetë, po ashtu, ndoshta nga ngjarjet trishta që ka parë, ndoshta edhe nga stërlodhja fizike, nga ajo që ju e thatë edhe mungesa e kapaciteteve. Sigurisht keni bashkëndjerë edhe me këtë rast. Po, do të thotë shprehim ngushëllimet më të thella për këtë rast, pasi që personeli mjekësor është i ngarkuar, që edhe në këto momente do të thotë ofrohet ndihma, bëhet transportimi i pacientëve, edhe vdekja e këtij do të thotë shoferit të ndihmës së shpejtë është tregues më i qartë se ato janë do të thotë personeli është mbi ngarkuar me punë, i stërlodhur dhe se sado që do të thotë të jenë të fuqishëm dhe të kenë një imunitet ndaj atyre rasteve do të thotë që të përballojnë, përsëri jemi njerëz, kemi emocione dhe nuk mund do të thotë të jemi ashtu pa shpirt të themi. Pse kur flasim për mjekët gjithmonë flasim për persona siç e cekët jo human. Mjekët shumë shpesh nuk i shohim si njerëz me emocione, si njerëz që kur i shohin ato pamje trishtohen, bashkëndjejnë, emocionohen, pikëllohen. Pse nuk i shohin ashtu mjekët? Në fakt, mjekët janë njerëzit më human që mund të ketë një shoqëri, por në pamjet të parë ndoshta duket të tillë se nuk kanë ndjenja, nuk kanë emocione, por gjithsesi thellë në shpirtin ndjejnë, do të thotë atë problemin që e shohin tek vetë pacienti. Po edhe në këtë rast do të thotë unë shpreh falënderimet më të sinqerta ndaj gjithë atyre punonjësve që sot edhe deri në këtë momente pri fillimit të kësaj katastrofe, deri në këtë momente do të thotë kanë ofruar ndihmën e parë dhe ofrojnë domethënë në vazhdimsi ndihmën e parë me aq zell, me aq do të thotë përkushtim, saqë mungesa e kushteve ka vështirësuar mjaft punën. Por vlen të theksoj edhe një herë se ato janë njerëz më human dhe se mënyra e punës është e tillë që në vendngjarje nuk mund të kesh emocione, po duhet koordinimi mirëfillt, profesionalizëm dhe të veprohet në ndihmë të pacientit. Ndërsa vetë aspekti i edukimit është i tillë që na mëson ne të kontrollojmë emocionet në raste të tilla. Si arrini ta bëni këtë në fakt? Është vështirë, është vështirë, gjithsesi është vështirë. Po ne jemi njerëz dhe mundohemi, do të thotë, ato gjërat i fshehim
t'i kalojmë, do të thotë që t'i ofrojmë sa më shërbim sa më cilësor pacientit në këto momentet më të vështira. Besoj që mes juve mjekëve ekziston edhe ajo biseda që është jashtëzakonisht humane dhe që ne në media nuk ju flasim kur, nuk ju thirrim kur të flisni për atë pjesë. Si e keni përjetuar emocionalisht ju, domethënë këto ditë që jeni marrë me këto raste? Rast mjaft i rëndë dhe se jemi të ngarkuar psikikisht, emocionalisht jemi mjaft të ngarkuar në këto raste. Sado që ne nuk i shprehim gjërat e tilla, ajo vërehet, do të thotë, e përcjellim edhe në shtëpi, e përcjellim edhe në shoqëri, në bisedat e përditshme, po qoftë edhe gjatë shlodhjeve të cilat i bëjmë në kafene me shoqëri, bisedat sillen rreth të njëjtit mohabet. Që është mjaft e rëndë, por ndërsa gjumi mbrëm si ka qenë? Fillimisht vlen të theksohet se ndrimet e natës janë të rënda dhe kërkojnë, do të thotë, mjaft përkushtim, edhe pagjumësia e bën veten, edhe neve, do të thotë, edhe gjumin e ditës që cilën e bëjmë pjesë nuk është as pak efektiv se nuk mund ta marrësh vetin pas atyre rasteve të tilla. Ndërsa për fund diçka që ndoshta na ka ngelur pa cek, doktor. Bëj apel, do të thotë, tek të gjithë qytetarët që të mos politizohet rasti, por të jenë të bashkuar dhe gjithë së bashku ne të tejkalojmë këtë katastrofë, këtë tragjedi që s'na ka ndodhur. Njashtu bëj apel edhe deri tek, do të thotë, qeveritarët, të cilët e kanë lënë në harres ndihmën e shpejtë, do të thotë, që të punësohen, do të thotë, personeli i ri, të ofrohet kushte cilësore për të punësuarit, dhe së bashku do të thotë se ndihma e shpejtë është një segment mjaft i rëndësishëm në të gjithë kontakti i parë në çdo rast fatkeqësie. Po, në çdo rast fatkeqësie do të thotë është kontakti i parë që del në ndihmës në momentet më të vështira të gjithë qytetarëve dhe si e tillë do të thotë besoj që meriton pak respekt, do të thotë, dhe të ofrohet do të thotë punësime të reja se funksionojmë me kapacitet mëse të vogël të përgjysmuar. Si është raporti? Momentalisht, do të thotë, në bazë të gjitha protokolleve europiane, ndihma e shpejtë i Shkupit duhet që të ketë 25 ekipe. Ndërsa ne në ndrim funksionojmë ndrimet e natës me 5 ekipe, ndërsa ndrimet e ditës me 6 ekipe të kompletuara prej mjek, shofer si dhe motor medicinale. Ajo është 1/5 e kapacitetit të përgjithshëm që duhet ta ketë, domethënë, ndihma e shpejtë. Andaj deri tek qytetarët do të cilët kanë probleme kronike, njashtu ju bëj apel që të kenë kujdes në marrjen e terapisë së rregullt, pasi që në këto momente të vështira është edhe shumë e rëndë, do të thotë, të shkohet, t'ju ofrohet ndihmë, shtesë të pacientëve të tillë me komorbiditetet të cilat i kanë. Faleminderit shumë për kohën që ndat. Faleminderit edhe juve, ishte nder të jem këtu t'ju prezantoj për situatën, do të thotë, cilat ishte momenti i parë kritik, edhe ashtu edhe njëherë do potencoj të jemi të bashkuar që së bashku ta tejkalojmë këtë fatkeqësi që na ka ndodhur në vendin tonë. Faleminderit edhe ju për punën që bëni.